Asim Vokshi është zgjedhur antar i ri i gjykatës kushtetuese. Vendimi u mor në mbledhjen e antarëve të gjykatës së lartë, organi i martesës. Vokshi u shpall automatikisht fituesi pasi asnjëri nga 3 kandidatët, të cilët kishin marrë më shumë pikë nga ketë, nuk mori 3/5 e votave. Kështu Vokshi renditur një parë në pikëzim 89.5 pikë, u zgjodh antari që do të zëvendësojë Zaçajin. Nauri Dallagami mori 8 vota, Asim Vokshi 6, ndërsa kandidati tjetër Florian Ballhysa asnjë votë. Një votë u konstatue pa vlefshme. Vokshi do të zëvendësojë vetëm mandatin e Zaçajit si antar i kushtetuesës, ndërsa procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri të gjykatës do të nisin më pas. Në kushtet kur parashikimet ligjore përcaktojnë se shpallet fituesi i kandidatit që merr 3/5 e votave të pjesëmarrësve dhe në rastin e votimit të sotëm ku asnjë nga kandidatët nuk arriti këtë prag, komisioni shpalli fitues kandidatin e renditur të parë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Vendimi për zgjedhjen e Vokshit do t'i komunikohet kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi, presidentit Bajram Begaj dhe kryetarit së gjykatës kushtetuese Holte Zaçaj, si dhe do të publikohet në qendrën e publikimeve zyrtare.